individuale, tarifa 50 euro në vit, këta janë plebejt, që futën, paguajnë 50 euro dhe shtojnë numrin e klubit, e antarëve të klubit. Tani të shohim pak kush është Kreatex dhe kush shihet pasaj. Një profili Kreatex SHPK. Kreatex nuk është thjesht një kompani softwaresh, por bërthama operacionale e monopolit të ri teknologjik në Shqipëri. Pronësia dhe kontrolli. Kompania kontrollohet në aparencë nga Ermal Beqiri, në të vërtet nga Armand Frangu, lindat e Akshit dhe Surrelit. Së merën vesh dhe ato. Armand Frangu, e tha si që thamë, Ermal Beqiri është dhe drejtuesi i shoqatës ACTI. Kreatex SHPK është vendosur në pronësi të Enor Nakuçit dhe Lejdi Koçit. Hartex SHPK në pronësi të Enea Buzës. Pikrisht kompania Hartex dhe pronari saj Enea Buza janë në qendër të dyshimeve. Buza rëzon të ketë qenë më heret aksioner dhe i punësuar në kompaninë Horizon, e lidhur drejt për drejt me Ermal Beqirin. Se çfarë bëjnë ta krijojnë 10 kompani dhe i fusin të gjitha në furrë. Personazh i njohur për skandale të rënda dhe aktualisht i shpallur në kërkim si një organizator i pengmarrjes me Ergys Agasin në rast në Geron Meçes dhe pa asnjë diskutim. Ka maj 10 për herë. E mohoj ose të cilin e blokon Altin Troplini. Skandali qëndron në faktin se pavarësisht se Ermal Beqiri është në kërkim nga drejtësia, po ju them unë ju që ai dyshohet se vijon të përfitojë miliona euro, sepse ai është kërkim, po Armand Frangu është i lirë, nga aparat publike përmes personave dhe kompanive që konsiderohen si zarë bër njerëz të afërt të tij. Lidhja direkte politike është Ergys Agasi, i cili edhe sot, çdo ditë, jep urdhra dhe mban gjallë të gjithë aktivitetin e tij. I lirë, gjoja me mandat arresti. Me datën 21/12/2023, me anë të kontratës së shitjes të kuotave të kapitalit, ortaku Enea Buzo shet 35% të kuotave të kapitalit në favor të ortakut Comscope Limited, kundër çmimit 125.000 lekë. Pas transferimit, largohet ortaku Enea Buzo nga shoqëria dhe ortaku i vetëm i shoqërisë Comscope Limited zotrues me 100% kapitalit. Me datën 19/4/2024, me anë të kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit, ortaku Comscope Limited shet 100% të kuotave në favor të kujt, thoni ju? Ermal Beqirit, Armand Frangut, kundër çmimit 380.000 euro. Pra, një larje mirëfillt parash në këtë rast, pas transferimit, largohet ortaku Comscope Limited nga shoqëria dhe ortaku i vetëm i shoqërisë bëhet Ermal Beqiri, zotrues i 100% aksioneve. Tani, të një rast i bukur shumë. Thash, sot do të kishit vetëm një aspekt të Duranës, të famshmes Duranë.
mekanizmi i tendrave, rasti i ujësjelës kanalizimeve të Durrësit dhe Akshi, skema e fituesit të vetëm dhe skualifikimet. Dokumentat e prokurimit vërtetojnë se Kreatex, antar platinium i aktit i ACTI-s, dominon përmes eliminimit sistematik të konkurences, tendrin e ujësjelës kanalizimeve Durrës shtator 2025, Kreatex fiton kontratën me 4,710 milion me 4.710.000 lek si operatori vetëm në garë, duke marrë pothuajse 100% të fondit limit. Prisi tani. Eliminimi teknik në tendrin prej 12.568.500 lek, operatori rival Uptek skualifikohet me argumenta teknike duke lënë rrugën të hapur për Kreatex. Sfidimi i ankesave. Edhe kur operator si Nixia Consulting ankohen për skualifikim të padrejt në tender prej 3.600.000 lekësh, Komisioni i Prokurimit lën në fuqi prokurimin e mëparshëm. Shiko çfarë bëjnë tani këta. Skandali me ujësjelësin e Durrësit. Shikoni si futin duart këta në fatura. Se si vjedhin fatura këto kompani. Se si rrisin tarifa. Të janë të paimagjinueshme. Si pas të dhënave dhe dëshmive të mbledhura, sistemi i defekteve, Kreatex instaloi një aplikacion financiar i cili shfaqi probleme serioze teknike duke përfshirë duplikimin e faturave të qytetarëve. Ja pra, vidh këta, paguaj qytetarët. Dyfishojau çmimin e ujit qytetarëve, këta hajdut për nda para, dyfishojnë çmimin e ujit dhe fatura. Ndërhyrjet pa autorizuara. Ekzistojnë dyshimet forta se stafi Kreatex ka pasur akses të pakufizuar në serverat e ujësjelës kanalizimeve Durrës, duke bërë ndërhyrje manuale në faturat dhe bilance pa autorizim zyrtar. De facto, këta kanë marrë në drejtim të gjithë fondet dhe buxhetin e ujësjelës kanalizimeve. Tërheqje e dyshimit. Pak para se të shpërthente dosja e Akshit, dëgjoni tani. Kreatex u tërhoq nga UKD-ja dhe u zëvendësua me financa 5, por gjurmët e tyre, si brojzat e konfiguruar, mbeten ende në kompjutrat e administratës. Hajduti tani ka vjedhë dhe ka ikë. Të pangopur. Nuk mjaftohen me ato që marrin tendrat e Akshit. Këta duan gjithë Shqipërinë. Gropat financiare dhe fshehja e borxhit. Bilanci zyrtar raportohen rreth 160 milion euro borxh nga ujësjelësi i Durrësit. Bilanci real. Investigimi sugjeron se borxhi real i UKD-s mund të arrijë në 400 milion euro. E imagjinoni se ku e çuan këta. Duke vjedhë, duke duplikuar shuma, duke bërë akte të tilla. Ndërhyrjet e Kreatex në sistemin e bilanceve mund të jenë përdorur për të fshehur keq menaxhimin e shpërdorimin e fondeve, vjedhjen e tyre dhe buxhetin real që vjen.
Tani, Durrësi ishte vetëm një shembull, por nuk ngopën këta. Kratex nuk është mjaftuar me Durrësin. Dokumentat e prokurimit vërtetojnë se kompania e Armand Frangut alias Ermal Beqiraj ka kapur pothuajse çdo kontratë strategjike për mirëmbajtjen e sistemit të IT-s nëpërmjet ujësjellës kanalizimeve në të gjithë Shqipërinë. Elbasan, Vlorë, Dibër, Shkodër. Statistikat e dominimit absolut. Një analizë të dhëna nga Open Procurement Albania rezulton se Kratex ka një shkallë suksesi të jashtëzakonshëm në këtë sektor. Numri total 37 kontrata, vlera totale 254 milion lek. Metoda 80% të rasteve tendrat fitohen me një operator të vetëm. Dhe skualifikimi i rivalëve për shkaqe teknike. Kratex i plotëson të gjitha ato, gjithnjë. Se vetëm softi i saj është softi që i përgjihet softi Frangu. Kjo ushtri tendrash që vinë nga çdo cep i Shqipërisë ka një qëllim final, grumbullimin e fitimeve në parajsën Durana. Pra, kjo ishte një paraqitje e bazës antiligjore të parkut të Troplanës si një instrument vjedhje nga familja Rama, lindat e tij, për të cilën ai këtë akshit ka respektin maksimal, sepse i siguron të ardhura maksimale. Vazhdojmë.